Jemi rikthyer në studio e pas asaj hapje që e bëra, unë i thash të gjithçka tjetër që do shtoja do ishte e tepërt, sepse dua që krejt minutat të cilat i kemi në dispozicion t'i shfrytëzojmë për bisedën. E meqense të ftuarit e mi tashmë janë akomoduar, unë sigurisht do ju uroj mirëseardhje. Kënaqësi t'ju kemi sërish. Ka kaluar kohë jo shumë e gjatë, po unë kam shumë kënaqësi që sot për herë të parë dy miq po i bëj bashkë në një studio televizive. Veri Drizi, mirë se erdhe, kënaqësi të kemi në emisionin Prizma për herë të parë në televizionin ton. Faleminderit shumë për ftesën, gjatë na ke qenë kujdes ndaj neve, edhe është një mundësi e madhe që po na fton, s'po na haron. Ju përshëndes gjithëve, ju përshëndes Shkupin, Maspori, Sarajin, Gazibabën, Bastrien, edhe krejtve kom kënaqësi që në mesin juve. Gjithashtu, Muharrem Emeri, unë e thash që ka qenë trajneri im i karates dhe krejt fëmiria ime do thoja lidhet me këtë klub dhe me punën tuaj. Mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi sot në Prizma. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, respekt për ju. Nuk e di nga t'ja filloj, unë dua t'ju kthej pak në kohë, sepse të dy në fakt keni rrugtime interesante. Unë kam zgjedhur edhe ca fotografi të cilat jam shumë e sigurt që do jenë nostalgji për ju, do ju kthejnë pak në kohën e rinisë tuaj, në kohën kur ka nisur gjithçka për ju. Do ta nis me juve, edhe pse besoj shumë nga njerëzit të cilët ju njohin e din edhe historinë tuaj. Por ta rikthejmë edhe një herë lidhjen tuaj me karaten. Çfarë ka qenë ajo që ju ka lidh konkretisht me këtë sport? Sepse një djalë i ri në atë kohë me atë fizik, besoj kishit mujt të gjenteni në çdo sport tjetër. Po pse karateja? Po ne kena lind në atë kohë, krejt nga Gazibab kena lind aty, kena qenë një rrugë shumë interesant Gazibaba dhe pjesa Cerovës e krejt. Edhe unë po foli gjatë më konë korrekt, dhe me sportistat më të mira gjitha korave kanë ndarë piqatin me rrugëve. Edhe unë kur njerëz kom pas kompleks edhe jam shumë i lumtur që i përmendi këta sportistat tanë. Si haron asnjëherë. Faktikisht po do me tonë edhe se me kohë ndryshojnë shumë sende. Unë s'kom ndryshuar, unë gjatë i kom përmend edhe Shabanat, edhe Azizat, edhe Qerollat, edhe krejt që janë ata sportista më të mirë. Po muj me ndëri që ata kur njerëz më kanë përmend, e di, muj më thonë direkt ku më di, sigurisht nuk e di arsyeja pse. Po unë jam mburna me atë rrugë dhe me ata sportista. Edhe në atë kohë ka qenë shumë interesant se ka qenë karate, boks edhe mundja. Po këto dy segmente tjera, boks edhe karate, ka qenë shumë më interesant. Shiri që atër u konë Muhammed Alia edhe Bruce Lee. Edhe në atë kohë ka fillu vllavja magimi maj madhe me ushtru edhe malë ka pas shumë asy. Unë apë këmë bëjt qontën. Asistenti. Po jo qontën, apë këmë bëjt edhe visha që gjithë që këmë tonë buke qaj lang specave. E që jeta do merë të këtë këthes të bëhesh e ti frontmeni nga gjithë vlezëri dhe të bëhesh e më i sukseshme, u a ka marrë mendja familjarve, vlezërve? Unë e më bo maj miri se ata kanë qenë matë najsone, edhe unë ku mësupi atemi. Edhe prej gabimeve të tyre ke mësu dhe ti ke përmirësu pastaj. Rruga ato këtë gabimet e aje që doratë e Zotit. Si më stajep Zotit doratë në badjave ki se shemull Muharremi është treneri më i mirë që ekziston momentalisht i trojve tona. Ja ka thonë Zoti dhuratë, se ka shumë trenerat mirë, ka shumë njerëz mirë, po Zoti njerë dukan e prek, që ati unë konone, jo vetëm për këtë punën tonë Maqedonisë ose Shqiptarve, po nera në atë maja botnora, shemë të marrë një djarë për një Saraj me një qanë me artë, dhe shash me apërdi unat në për kampionatit Jugoslavisë dhe për në vendet tjera, shemë unë këmë qenë 15 junior senior kampion Jugosllavisë vetëm. Edhe shtash me mlet krejt shqiptarin që krejt shqiptarë që ata i kanë 7 medale prej kampionateve Jugosllavisë në atë kohë. Edhe shtash kur ti merr 15 me 7 me krejt nuk ka njësoj, po e dini vetë te ne krejt japin por rezultatin nuk ta pranojnë. Edhe shtash ja kam filluar karrierës edhe kam pas fat se aty kur ishim Saraj kishim një bafshë atje ne dhe na ishte ke baba me grabu duke me mbill patixhona speca. Edhe thresha, zot jam duhet me shkuën trening, ai në kry punë kreto, i unë kry punë, edhe fati mirë, u qunë këtë atë pjesë e Jugosllavisë në atë kohë me më thirë, njënë të tërken me shku për klubin e Beogradit, Titogradit, Bosnës, Sarajevës. Ka ishe i vetë dishëm aso kohë për këto ftesa, ka serioze që po të bëheshin? Jo, unë më konë si transferi parë, sigur që shkonë shaman Ronaldo në futbol, që shkonë në këta Messi Kreqion, jam transferi parë në historitë sportit karates, që më kanë thirë mu. U që diqen edhe kretu që diqen, pse mu? Se kështu shemë ka qenë karatja shumë me fort, shemë Maqedonë që kanë qenë, kanë pasat i më konë shumë matë mirë sone, pa e doratë e Zotit, atë më të qenë mu. Edhe bja për babës se valla për shkojt e ashtë në Mostar.
Po shkoj atje, unë thmej. Dhe që është ku më shku, ja ku më fillu karierës, atje puna karierë, punë, biznes, cende, kada ka dalë të asi, po badjava ti mundesh më konë ku mi di qka. Për zdyti, po thonë, jam i shumë i vedishëm se njeri kupton disa sende me ko, se më sprek i madhës do të kretë më shumë konë badjava e ki. Bukur. Edhe jo rastisht ne gazetarët gjithmonë kur të prezentojmë themi karatisti i papërsëritshëm. Dhe unë mendoj që këtë titull e meriton. Se foli, për mu janë edhe ajnë gjanë që qenë mrenda që është fillestar është për mu maj malsone, jo që pëftëm për modestisë, kur njerë si kom në nëshmu, se unë shamull nuk mujtë mi thonë marejme, qka din ti, kur njerë më se qësë zotë. Une, kur i shok të ati shku për para, se me një lulli nuk qetë pranvera. Se mundet më quve dhe marejme dhe këtë karatistet me thonë, më marrë edhe pantolë dhe kretë setërën, pës mundet më marrë ato që di une. Edhe vete din ata qka di une, se si, po vetëm vjen jo i nati, po ka dilen me thonë me kësi pjurës vardarit një nëjt, po në beton. Mu më kanë pas edhe së më kanë shfridzu. Nuk po foli për këta janë konë perfekt, po foli për Kosovën. Unë në Kosovë cilna që 20 vjetë, ata është një grupi i Kosovës atje, që kur njerës kanë pas qef me mafru nga për atë djenien teme me ashprej fëmijëve tonë. Se mundin me folë qka të kanë qef ata, unë qka di, jo për foli për ke, unë s'foli kur njerë për katundin tem, po foli për rjenën botnore. Shamull, unë kër i kumbajt stërvitje që jonë Universitet Japonisë, jem ndër vetëmi dëbartë që tojnë, që komin në Universitet, ata e më tranu që kumbone. Po pëse me ndonë Enver që e bëjnë këtë, që po thua nuk kanë dashur që të më afrojnë? Nuk është vetëm të sporti. Nuk është të sporti. Mere ti politiken, mere artin, kulturën, sportin, gjithë kohë. Nësë jam ka kona vetëm për veti. Se më bënë një intervista, pse këtë problemet është? O, dini diqka, kjo më ka zëtë drejti, u dhënomni në desë qatë duni. Për foli pak se s'kom shivas politiken me marë asi. Kosova kone okupu me gjithë, keni thonë, kena problem prej shkijeve, kena problem prej shkijeve. Ku janë shkije stash? Pikuna kena problem në stash? Ku? Pikuna? Ne kena pas gjithë me sheku i problem. Pis Skënderbeu, deri të Enver Idrizi, problem njëni me tjetërin. Se dojmë njëni tjetërin, bad javës, dëna me adon dorën. Unë jam i lumë tërë kur shkojnë thmit për para, kur shkojnë njëret për para. Se ata sa shkojnë për para dhe ti shkonë. A mendon që është dashur të largohesh nga vendi jot për t'u dëshmu që je shumë i mirë në atë që e bën? Mendon që atëherë ka nisë të ta din vlerën momentin kur ke bërë transferin e parë dhe kur ka vlerësu bota, pastaj Flora i te ke linë Shkup edhe ne që tash kena linë Shkup, unë jam në Enver Idrizi, kam jam në Enver edhe jo me fe muslimonën si daloj feta në këtë, po që kjo më linë unë, s'me me thonë që tash jam Mark ose Johnson. Vetë dush me kuptu kur ka shku pengameri janë se kam pranun ka të ndveti. Po paketësisht me gjithë njerëzit e sukses që ndodhë kjo. Vlera ju dihet personave kur largohen nga ky vend dhe kur dëshmohen ndërkombëtarisht. Pastaj i duam shumë dhe dëshirojmë t'i tregojmë botës që janë pjesë e jona. Kur kthehesh tona, janë grupe që janë asi pozicionu që i marrë ndoshta 500 euro, 1000 euro edhe rujnë vendin. Unë pesho edhe në Kosovë edhe Maqedoni, pasi se unë shumë utoj 50 qytete në vjetë, jo që utoj, por që i ri. Edhe që i ri me shumë njerëzi, me tiri farë njerëzi, më konë gomarë mësohë diçka, o qështu, njeri mësohë. Unë pesho situatën e botnore, vetëm të ne. Shembull, botë kryetari i Federatës Komitetit Olimpik ose i ati ose asi nuk ka lidhe me sport, as ka lidhe, sigurisht është ndërtimtari ose duke tjetër, botë kryetar. A njerëzit që janë ekspertet, që kanë pa diçka në botë, ata rinona, shkëshirin. Është çështje meritokracie kjo, e të ishte meritokracia në nivelin e duhur, besoj edhe ne si shoqëri do kishim ecë ndoshta më shumë. Disa akadema që janë të meqëm në Kosovë, se si kanë thonë, njerëzit e meqëm që janë vetëm asi publik, edhe ka nërë njerëzit tjerë që odheshin, njerëzit e mirë që janë edhe njerëzit që dinë se asi ata që janë kërkun s'kenë. Do vazhdojmë pastaj me këtë pjesë dhe ishta fillimit jeti bukur. Do kritika ma qështuos, pak në citi lëm për më vonë, pjesën e parë ta kemi atë momentin e bukur, ti kujtojmë sigurisht sukseset tuaja që janë shumë të mëdha dhe me cilat ne jemi shumë krenar. Muarem për ty si ka qenë ajo piknisja dhe pastaj dua të më ndalesh në një segment të rëndësishëm kur ka qenë ai momenti kur e ke pa Enver Idrizin themi si kampion dhe çfarë do të thot arritja që ai ka arrit për ty si sportist i ri.
Fillimi i karrierës time ka qenë, kur kom filluar me ushtu karate, ka qenë vitet 92. 92. Ja, këtu kemi momente të bukura nga fillime. Kampionat shumë i madhe këtu, jam solist me vendin e parë, në 2 disciplina në kadër dhe në komitet e seniorët. Por vitet 92, kur kam filluar të stërvitem karate, idol dhe synim i imi ka qenë legjenda jonë Enver Idrizi. Unë çdere du ta cekë, shumë pak e kom cekë në për intervista, po faleminderit që merr shansat me një emision të jemi bashkë. Kështu s'kam qenë asnjëherë. Mjaftueshëm ke fol për talentet e rinj, për klubin. Unë mendoj që sot e ke merituar të flasësh për emrin tënd dhe për krejt punën që ke bëti bashkë me mikun tënd. Faleminderit shumë. Unë si sportist kur kam stërvit karate, fotografinë të madhit Enver, unë kom pas në jashtëk. Bajsha, kur kom fillun, atërë ish sa u shpall kampion botror dhe fotografinë e Enverit unë kom pas zherë mbi kokën time kur kom bot gjumë. Unë ngritësham në mëngjes, shikoja dhe fillojsh të stërvitjen. Ki ka qenë fotografia këty, se s'kom pas shansë të takoj. Nuk ishë këtu, ishë jashtë në për karjetë në Ka qenë pak kapshëm atko. Ka qenë karjera këti në kulm. Dhe fotografia këty ka qenë motiv im që ku ushtruar në karate. Rastisht njerë në takim në Shkup, dola unë në qarshi dhe shoh kur vjen. Para sa vitesh ka qenë takimi juaj i parë? Kjo tash 93-94. Okej. Edhe e takoj, po prej larg më hetoj që unë jam të shiku u habit shumë. Atëherë unë dalë, më përqafoj, më afroj, unë dalëm, u ullëm, pitëm një langë dhe ajo ka qenë nuk mund të përshkruj çfarë, unë nuk e di çfarë situate kam qenë atëherë se emocionet mëdha kam pas, veç ka e shikoja. Unë e kisha në fotografi tankon. Idullin të atakoje fizikisht. Por e jetoj dhe murë dhe ndom disa orë atje bashkë dhe më tha kur mos e le karaten, vazhdo. Edhe ajo fotografi, edhe ajo fjalim kanë jetë mu kokë tanë karierën time dhe nga ajo fotografi edhe nga ajo takim që ka e patëm, unë s'ku mujtë të haroj asnjëherë. Po si tu ngrit në karierën time sportive, po kushtet e tonë atër ka qenë, ku më shtu në klubin e karate Shogun, trenerin ka qenë Daud Bilibani dhe shfrytëzoj rastin ta përshëndes përzemërsisht. Dhe por çdoherë Enverin kom pas krajën e djathtë pastaj. Çdoherë se donjëherë mërzitesh, finansat, përkrajat e këto shumë herë kom pas ndërprerje, s'ku kom dosh ndërpres, por ka qenë i vetmi tjetë që kam mbajt këtë sport se tash kam klubin e karates Forca, trenerët e suksesshëm, kam suksese shumë, falë këty. Po derisa këtë person e kemi, unë thamë fat që është në shekullin tonë dhe në kohën tonë, tjetën tonë, derisa federata botërore jep një nivell të larta dhe shpall si legjend, si kampion të madh, si mjeshtër të madh. Kjo është për të respektu dhe për ta thënë faleminderit të çdo që e kemi afër, më kupton. Sa bukur, sa momente të bukura këto. Enver, miqësi 30 vjeçare, përmendje që jeni takuar herën e parë në vitin 1993-94. Çfarë ka qenë ajo që të ka bërë për vete te Muharimi, sepse në vendin tonë që nga ajo kohë ka pasur edhe trajner tjerë. Me çfarë të ka bërë për vete Muharimi, ndoshta nga i takimi i parë për të vazhduar këtë miqësi për 30 vite radhë? Unë çat lamie njoh shumë mirë, njoh edhe më nerë kum po që talent i madh edhe në karate që ka mujtë edhe më bëhet kampion i botës, po kjo ju ka dhënë fëmijëve juve që nikon atëre për mi ushtru e ka up karierën e vetë ati. Shemull Dauti u konë treneri, asi se Dauti ka ushtru me mu, është edhe ajë treneri i shkërqyshëm, është krejt. Po kjo është pisi ka dorë si trener për mu, është treneri më i mirë dhe gjitha korave, edhe këtu edhe në Kosovë, edhe këtë trojve tona që është. Kjo është më i suksesshëm për krejtës dhe kjo është asi i thjesht për të të njën ndër trenerat më të mirë, po unë i kumë tonë je më i miri, ki rezultat më shumë edhe ki një klub që ki dëshirë mi po të thmime, po kretë që është keshin, që është afron, nga që i kam su më asja, që ato është knasësia e madhe, fjalla mirë. Edhe plus ki e ka sakrifiku vetën, se ki ka mujtë me shku shumë për para, se ne kena vështru në Saraj të na në përborë, në për ato, si ki haru, ndështë. Jo, dajtë se i kena. Edhe kena pas një knasi shumë madhe, se është se nërë me do njën i tjetit komplement, asë kur gjohë, po qajna që atajna. Është e bukur, se ndoshta nga kjo jetë dinamike që po e jetojmë, harojmë do njëherë të t'i shprehim mirënjohje dhe dashurin njëri tjetrit. Prandaj unë ju bëra bashkë, sepse e di që ndoshta s'keni pasur rastin kështu ball për ball dhe sy më sy t'ia thoni njëri tjetrit këto fjalë kaq të bukura. Janë të rrallë njerëzit të cilët sakrifikojnë
dedikojnë ndoshta ëndrrën e tyre më të madhe për të edukuar dhe për të krijuar kampion të tjerë, dhe kjo është madhështia që besoj e karakterizon Muharrem Emirin. Ata janë kret që hinë të regovan sallë për mështru kret janë të mira këton, edhe ne nuk duhet me arru asnjënin. Duhet me për kranin e tjetrin, që tash kur vjen kënë në pozicion e ka që tash klubin e mirë, për shkon për para, unë e këmësot karierën, që të dinki kur gjoj, jo, duhet me për kranin mishë shpirt, me adhan të natë mirat me adhan. Se kip, atë që me thonë sa fëmi për rrugës i ka atje, që nuk janë në rrugë, nuk janë rrugën e keshe, edhe print, edhe krejt që janë duhet me qenë të lumëtër, po kush duhet me qenë me lumëtër? Institucionet tona. Shamë institucionet tona, ku ushtronë në atë klubin, unë e kësha apelu të gjithëve këtëve që janë politikës, mi ndimu sa shumë, ma shumë klubit forca mi adhon gjendet materialistike se me dorët e këtëve ata e në matë naj. Edhe që ashtu ku me shku këtë ditë. Dhe me përfaqësinë që e bëjnë jashtë vendit. Me këta kretë kom takime dhe kom e lëbu me mishë shpirt për me po sa ma tepër financa për të mitë tonë atje. Në këtë segment ishta të ndalëm unë, por të bëjmë një paralele në kohën kur ti ke filluar. E përmende që në atë kohë sporti ka qenë në nivel shumë më të lartë dhe besoj është vlerësuar shumë më shumë nga atmosfera sportive që mbizotron aktualisht në vendin tonë. Ma bëj një paralele të asaj çfarë është aktuale, gjendjes aktuale të sportit tani dhe me atë çfarë je mësuar ti në fillimet e tua. Që tash të regoj kemi më kuptu shumë mirë. Komet ka është thjeshtë, kur u dollë Altia, u dek Bruslia. Kur u dollë telefoni, u dek njerëzimi. Me këtë të dy të pajtojnë plotësisht. Në atë kohë, kur mërshën në medale, u konë bota sot, u konë do gazeta, njerët e mërëshin një gazet, e bleshin karton dhe e qëshin, u ka bo djali Jusufit kampion, edhe ti prashit këllomoqen, e lezojshin e kërnash qësi njerët, qash dashurit madhe që menda s'ta merë. Tash, është Facebook, Instagrami, bëhet kampion, vetëm e qetë një Instagram, edhe ajo për 30 sekunda ndrohet edhe mos të din kush është kampion. Se në bëhet shumë kampiona. Tani kemi dhe kampionat veç shpallur, të cilët... Kampiona i boksit, edhe njerëzve ju ka të rëdhu kryt edhe ju ka bo njët ju ka bo. Kur këna qenë ne në atë kohë, pëndoj, kur e ki marti një medale, edhe pak ka pas atëre shqiptarë që kanë marrë medale, këna qenë mes të parë. Pa ajo, dhe qëfar feshtë o konë, qëfar kënaqësie që njerëzve që... Dhe me pi malës që thënë, pi malës deri ku mi ditë ku kam bri zoni. Atëre ndryshe kena ushtru. Ndryshe kena pas ushqimin, ndryshe kena pas shoqënien. A beson që kur ja kanë nisë me mbajt seminarë, ki ka qenë dhe seminarët mija, Shqipëri, Okër, Stru, ato. Pjesa maj madhe e Kosovarëve s'kanë pas pasaporta në për male kanë ikë më ushtru të ne. Edhe që ashtu ushtrim ata njët vetë si kanë pas në ndër, kur u bo Kosova e lirë, ata për njerë njëtë, kur nga kanë po neve unik, nga kanë distancu. Për çfarë aspekti, kanë këtu që mos pjamet dhe në vendës, dhe që ka më për njerë vendës më kanë interesu. Ne këna formu akademien këtu, akademien më të madhe që ekziston, edhe unë që më përzi kur, unë jam konë kryesori akademisë, u konë Besnik Murati, Gjelar Lata, krekta djemë më të mirë që kanë qenë, që e këna bo ato, a e më përzi dhe njerë. Kur njëra si kom guzë, kur gjohë mu kom tonë së mdut, kur gjohë vetëm të tërëm në kur të du në onë, ose për mi ushtru, ose për mi u financu. S'kom pas problem. Në shumë nga deklaratat e tua ke potencuar këtë fakt, ke thënë unë do jem këtu sa herë që keni nevojë, sepse sportistët e rinj janë e ardhmja e kësaj shoqërie. Ama s'ka thirë, kërkuj s'ka thirë, më se këshirë këqirë që më ka thirë, se e tjeti, se stërvitja jeme, që ku është trener është, shemë është sikur një advokat, kur din me shku me bo një procedur në gjyq, se të është advokat i mirë, din mi lidhë fjalit, a e fiton gjyqin. Elementet e mija që shpunoj, unë e këta mundë në andrë mi po. Që ku i ki trenerin ma të mirë këtu. Jo që shpunoj në elementet, në është ta ma mirë, po lidhja elementeve. Shemë, ajo që është e vërteta, shumë pak din mi lidhë ato elemente. Ato është dhëratë zotit, po badjave kiti, mu ishë mi marë krejta unë i di ato, se e di burimin e këti sportit.
Shumë e qartë, po. Çka dashte me thonë, kur shkoj Shqipërinë Saraj atje. Por edhe pse ndoshta nuk ta kanë pranuar dhe se kanë thënë me zë të lartë, unë jam shumë e sigurt që i ke inspiruar të gjitha gjeneratat që kanë ardhur pas teje, edhe karateistët edhe sportet tjera. Me të vërtetë është, po unë po t'rregoj shembull. Besoj se kjo duhet të të bëj krenar. Kreta në rregull, unë disha. E the shumë mirë në fillim, unë jam dakord me ty që shqiptarit gjitha ti fal, suksesin s'ta fal, kështu që kjo duhet të të ngushëllojë nga ana tjetër, por të të bëj krenar fakti që janë inspiruar prej teje. Dhe vazhdon të inspirosh. Edhe vërtet është, po shembull, u shojmë në 5 mëngjes. Shkoj që i bëjsha 50 xhiro atje, 50 rrethe tingo dhe ato dot. Që më bëshin matë mëre se patikat pi Gjoni, po vëllë realitetin. A kish ekipa që jonë këtu, vishin me asin Saraj atje, kishin ku me flet, me ongër, kur i ashin ka 4-5 kokra vot, tomër, asi mjarta, sende, unë e bësha stërvitin 5 deri në 7, ata ka dori qëshin, edhe ma ata ushtrojsha. S'ka pas gjam me ndala. Ata u që ditëshin. U që ditë këtë Lalimani që u konë treneri maj mirë i boksit e këta jem konë do asi si më shishin mu atin t'i u cilë në të rethin, po unë isha pa non, pa krejt, po i kisha krejt. Po jetim, ata ishin krejt me ekip, po unë s'kisha kërkon. Kur vike më mramja, ti e konë thmi se mbanë mend, u konë atin në park u konë një diskotek, ku vishin Macedonët edhe krejt diskotek, edhe në mramja i bësha krejt gjiret, edhe shkesha për fundi, se u konë terë, edhe kur së më shishte, ata luqin diskotekën e t'i ushtru poshtë aty, së më shamë shku nalë. E që ashtu ne kena qene, sot shambull, më shku dukush në 5 sabat. Me i pap të vudit, me shku deri në bora, deri këtu në vodnë, me shku me ushtru, me orë poshtë, me kur gjejsh, me një bodë me pina ko i e konë lutëria, me ongër një banish, këzë një pretkavisti e konë. Ta zhërat janë shumë atleta, po... Që ta shki frigiderin plot, i ki tënë natë të mirat. Ande këndje, ajë më shumë 5 më shtru, a dhe së qotë kërkujnë 5 më shtru. E për të ta kjo kodë dalimi madhë generata janë me këtë generatë. Po. Muarem, qëfar është ajo qëfar të ka mësuar shoqëria 30 vjeçare me Enver Idrizin, cilat janë kujtimat më të bukura që ndani bashkë, krahas peripetive që ke kaluar her pas here, por e bukura është që gjithmonë ke qëndruar konsistent, nuk e dorëzuar asnjëherë nga misioni që ti ke për të rritur dhe për të krijuar gjenerata e kampion të rinj në këtë sport. Çfarë të ka mësuar kjo shoqëri ndër vite? E bukra dhe me mira është që gjderë të punojsh me nëzansa, të punojsh me fëmi, me ardhëmërin e kësoj kohën pak së vështirë, po gjderë për e këmë ditë që kam krah Enverin edhe se më dorëzu. Nuk kam dorëzu asë njerë se këmë ditë që ka në kush që të respekton, të vlerëson edhe tep vullnet për punë. Dhe suksesi jemë. Kur ju keni arrit suksese, ju jeni gjenerat e pare e klubit tim dhe medalit e pare keni silli ju me ato shokë dhe shoqët e juve. Kjo është çdo herë kom ditë se do e bëj krenar edhe do njëm çka ka zot, çka më ka dhënë vullnet për para për mua. Edhe çdo herë ti tregosh shikuesve që kam qenë karatiste shumë e mirë. Se rrallë them këtë. E di se ke përmendur. Dhe vitin njerëzit kur e them që kam qenë karatiste. Ke qenë talente pa përshkuar, ke marrë ke edhe breza dhe ke tituj, ke edhe medale, para nuk mund të harroj dhe kam respekt veçantë për ju dhe gjithë gjeneratat që i kom pas. Dhe ajo më ka mojtë, Enveri më ka mojtë me vullnet, me të mira, me përkraje dhe çdo herë që kom pas nevojë, ka qenë klubi em, ka qenë i ati. Çdo asnjë aktivitet nuk e kom bënë pa këshillën dhe prezencën e ati. Kom bajt shumë herë, çdo 4 vite, 5 vite mbaj për provime për brezat zi, ku edhe print, edhe nxënës dhe gjithë sportistat e Maqedonisë dhe ndërkombëtar kanë pas lakmi atë provim që e kena mbajtë në krye me profesorin Besnik dhe legjendën Enveri. Këmë dhonë maksimumin, por sikur të kishmi pas edhe, sikur që ka tha Enveri që të kishmi pas edhe pak përkraje më të mëdha, to suksese do t'jeshin edhe shumë më të larta, se kem pas vullnetin dhe kam dëshirë të punoj në sallë dhe 3 afër fëmijëve. Ju e dini shumë mirë se sa kam qenë afër juve, në atë ditë. Unë kam qenë jo trener vetëm, nuk jam trener vetëm
tri në sport në sallë merr. Ju e dini se unë ju kom marrë dhe në për shkolla. Shumë e vërtet. Tama një prind i dytë. Kom marrë dhe në për mbledhje prindore, të çdo në zas kom shku. Po më parasysh jam fillore në shkollë të mesme, nuk kam qenë çdo afër juve. Desh mbledhje, desh sport. S'kelon asnjëherë që shkolla të jetë në vend të dytë. Na ke mësuar që të mbahen paralel të dyja. Dhe çdo herë që ka ardhur vikendi ashtu një dillën ne jemi mbledhë dhe kemi dal, kemi kalu vikendet bashkë. Ju e dini shumë mirë dhe kjo ka qenë vullnetin dhe besimin që më pa dhënë edhe Enveri, kështu ku vazhduam me këtë fjalë tek ti ku vazhdu. Dhe ndjem krenar që dhe falenderoj nga zemrat që kom pas krajin e gjatë deri këtë moment dhe ende e kam. Unë dua ta pyes Enverin sepse më ka ngel peng nga intervista e fundit që e kemi pasur ta bëj këtë pyetje. Unë e di që për një legjendë gjallë që jeni ju, një jetë të tërë dedikuar këtij sporti, kampioni shumë fisht, suksese të një pas njëshme, por edhe shumë sfida rrugës, të cilat i kemi folë edhe do i flasim sigurisht. Ai momenti i pensionimit apo momenti kur vendos më të shkëputesh nga ky sport aktivisht, sigurisht, sa është i dhimbshëm? Gjithmonë më ka interesu cili ka qenë momenti dhe vendimit që ke thënë ky është fundi, kjo do jetë ndeshja ime e fundit. Pas kësaj, do jem në këtë sport, po jo më të ndeshem. Pyetjen shumë bukur ma ke vë, po duhet më apo pyetjen edhe politikanëve këtë pyetje. Njeri. Sa jemi qetësu pak pas zgjedhjeve të lutem. Kjo pyetja më e bukur. Kjo nëse ma kuptojnë që të përgjigjet teme, kanë më konë shumë të lumtur njerëzit. Buk kur të hanë, kur të unë gjithë sofën më ngër buk, edhe kam thonë pleqtanë dhe kret, kur e shet që i ki ma shishëm, largovë. Nëse, une kur e kom pas lojat e fundit, edhe e kom pas, jom koni sigur që edhe 4-5 vjetë mujtë më marë, më thonë, ja, jom të rek. Edhe jom të rek, i lumëtur edhe e shtri dorën, nuk më dridhe dora. Sigur dove që i dirën dhe me e shtri dorën, jom i qetë, jom i mirë, sigur kur njetë më së shapas asë një luft. A kom lufta sa të dush. Për që të me thonë, aj që i dirën më të rek, është shumë i matë. Edhe momentin, timingun e duhur për të të rek. Nëse, kur të rek është atëre i lumëtur atëre, mos ki as dhinte, as ki kur gjo. Po dush më të rek, shamë, kum pas fatë jom të rek, që bëtojnë si kampion, se tëna vinë më të ri, më të mirë, janë isin me të fitu. Këtë më bënë sendet, për mbas ato sendet për para, këtë binë loqë. A nësi din më të rek me ko, së një këmë tonë edhe do, se unë po i edhe tem bitem, edhe do politikanë vi këmë tonë. Ti s'mu ish më konë 50 vjetë kryetari një partije, s'mu ish më konë 50 vjetë atje, s'mu ish më konë 50 vjetë kampion, s'mu ish më konë 50 vjetë kur gjohë, zotë se kalon ato. Mendon që këto pozicione duhet t'ju lirohen të rinjve? Sport. Gjithë shka ka kohën e vetë? Sport, edhe në biznis, edhe ku t'dush, zotë e kalon periudën 5 vjetë dhe 10 vjetë. S'mundet asë një me qëndru ma shumë. Të ne është e kunder, da pritet pensionimi, o bile ndo njëre dhe zgjatët edhe pensionimi. Mështë i marë, piship një se ka ne, po den këtë njëtë me mbojt. Ne kena qash kvalitet të rinjës. Për biznes, për politik, për sport, për art, për kultur, që mendja s'ta merë, që jonë njerëzit me tënat mira. Ne e në ngullë, për do njerëzit që ka dalë atë sendet këshia jonë, du të me avdhën për parcinë njerëzit që shuajnë për para. Aj që është i madhë, ka bot diçka për shtetin. Aj unë gjithë edhe vjen televizor të te, jep 20 minutë ose gjistora të popullem i dashtër. Une që ka shkom ditë, që ka shkom ujtë me bo, ta shpjavloj juve. Edhe a i bot bobë. Ajo baba me 100 vjeç tash se ka babë që i kanë biznis, punojnë biznisin, edhe i tha që djali janë biznisin ti, dhe që unë kom vendet të shpia, edhe kom e të pa unë ashtë që duhet në i këshilë e jemi, a kom e të adhonë. Që ashtu është edhe në sport, edhe gjithë kohë. A më kuptove që du me thonë. Shumë përgjigje e saktë. Duesh me ditë mu të rek, kur të rek është atëri i shnosh. Ajo, zoti se kalon unë, ka matë mire, së në ku me pase, ka me pase, kanë me shku kretë. A mendon që na duhet ko ne si shtete qoftë ne, Kosova dhe Shqipëria ta kuptojmë këtë që ti po e thu, nga parashikimet e tua dhe nga përvoja ju të jetësore, edhe sa ko na duhet që të nisim, ta kuptojmë këtë, se për ta zbatu, nuk e di. Kjo fara është sikur fara patligjonit. Qaj formë, bide qaj patligjon lena, këtanë, se ne pjavjopim kulturën të mive tonë. Të e ki patin parlament, për foli se unë e foli gjithë Kosovë Maqedoni. Kur ki nditi si një zojë, se duku këti zguzan as milion të mirë, tonë me po ata në televizor.
Dhe ajo është sendi më i fundit i teknologjisë në botë, sendi s'po du më shpreh kështu vulgar. Ti nuk ndin kur gjë. Ti hajn, ti ki vjedh, ti ki bo kështu, ti ashtu, ti ashtu, ata nuk kanë bo më në parlament me tonë, ndra me bo një projekt, se kena rrugën e mirë me shku deri në Çajër, se kena këto mirë, se kena këto Shallope, apo se në Kosovë, ai si të ti e kon shpion, ti ke bo kështu, ti ke bo, ai foli që të muhabete. Kur ki nditin në parlament mi, shembull, me njëri tjetër me thonë, kada kjo është kryeministër, 4 vjet edhe ne 4 vjet kena përmbajt këto. 4 vjetë veç me qame, ku ki di për suretet? Unë e mas parit me në temë që qalon me pa televizorin, mi pa ata që ndër me veti hanë, që qëfar kulture kanë ata. A i qënë selam ati, ti e konë me udben, ti e konë me këto, ti e konë me ato. Ti asi, edhe kur ta mërë veç, ku a sportish? Gjast segmente janë shteti më konë i fort. Infrastruktura, ekonomia, siguria. Kjo është shtet, mbi shtet, sporti, kultura dhe orë. Sistemi arsimor, sistemi shëndetësor, sporti. Ai njoni diske, sigur liderat tanë që kanë dekë pi, mësi në mërëj me asi, edhe ka pas lidera që në konë shumë fort, kretët kena bo, po diçka s'kena bo, se kena bo shëndetësin. Ne duhet me shku që tash në Turki, me bo mushnosh, duhet me shku në Gjermani, ne nuk e këshirim as shëndetësin, as arsimin, as kërkoj. Fatkeqësisht është humbe dhe besimi në sistemin tonë shëndetësor. Besojmë gjithmonë që mjekët tjerë, ne kemi mjek shumë të mirë, por që sistemi shëndetësor nuk është aty ku duhet jetë. Se nuk e mohojmë faktin që kemi super mjek në vendin tonë. Se ne si këshirim këta njerëz, ne duhet me këshirë mas pari shëndetësin, para shëndetësis arsimin. Këte janë 2 segmente më të forta në botë, edhe të na vjen arti, sporti, kultura, se këte reprezentojnë shtetin. Ne arsimin ne kena analfabeta sa dush, që s'di me lexu. Hajde ne që na kom më të vjetër, këtë në rregull, adina ma. Rinia sa shekullin e 40, mës me ditë me lexu. Pse gjatë ditën me telefon, as nuk mësojnë, as kur gjo. Që ajo ka shku shumë përmbas që na ka shkojnë, ma këtëm, se na përpora. Fatkeqësisht. Kalojmë prapë te një moment i bukur, unë gjithmonë po mundohem me i kujtu momentet e bukura. Të janë akumulu ndër vite, kështu që ne e kuptojmë këtë pakënaqësi që ke ti, jam e sigurt që shumica e shikuesve që po të shohin pajtohen me ty. Nuk të kundërshtojnë këto që po i thua. Po me qenë se në prizma ne kemi hapësirën e vetme ku nuk flitet për politik, unë nuk po të bëj pyetje për të vazhdu të flasim për politik, mirë po e ndërprej bisedën që të flasim gjërat bukura. Sepse i bombardojmë shikuesit nga mëngjesi deri në mbrëmje me lajme politike, me ato që te akuza dhe kundër akuza. Pse jo, s'do ishte ide e keqe. Për shembull e ke menduar ndonjëherë? Ti futesh e politikës me krejt këtë bagazh që ke? Veç president. Po ndoshta duhet ta nisësh nga diku për të mri aty? Qere, ki vetë ti mu një fjallë Balkan, ma bonë me ta sosh ma betë të në vete këtë artistin tonë. A di që me tonë fjallë Balkan? Fjallë Balkan vjen për fjallës turqishte Balkan. Mjart edhe gjak. Bal është mjart, kan është gjak. Këto si ki ditë kura, po? Jo. Pak turqishte në ajdin. E kuptoj, po bal dhe kan nuk e di që është. Bal është mjart. Okej. Nuk e di saksi i thojnë mjart. Po bal i thojnë mjart, a kan është gjak. Edhe Balkani, e kanë gjitë janë, kur kjo Balkani, kur ne këtu s'kena e po të ditë botë. Pse je ka të pesimiste? Nuk jo pesimist, a di pse, po më të spjegua shumë mirë. Na je pak shpresë që do bëhet mirë, se nëse nisim të mendojmë me kaq shumë pesimizëm, atër gjuna për gjenerata që po i risim. Unë kom të adon shpresën e fundit. Shpresën e fundit. Jo shpresën e fundit, para marrë shpresa që po mendon ti. Deri ne që këna marrë frim, pimeje, edhe ndoshta edhe ti edhe këta, kjo generata janë që këna marrë frimin e Jugoslavisë, që këna jetu një Jugoslavi, ne kur njësë këna me shku për para. Qika jote që i ka 10 vjetë se jemja, aja kur këmë ardhë atërë këmë ditë me folë anglisht dhe këmë ditë gjutë tjera, edhe kur këmë thonë ti për dë një shtetë që u konë atë, aja këmë kesh. Që ati ne e kena shpresën. Nëse dimi eduku thmit, edhe nëse dim mësë mi alon varën, ati që ka vara? Vara është shambull, mësë mi pezmetu thmit. Qëka duhet? Ne jetojmë këtu në Maqedoni, shambull jetojnë në Maqedoni, duhet me di që edhe Maqedonia, edhe Kosova, edhe kretë vendet e botës, kur një jetë nuk me qenë etnik.
Ata që mendojnë etnik, që kanë mendu shkje, që kanë më konë etnik vetëm aty me qenë sërb, po shqiptarë e konë gabim, mos e këtu me qenë vetëm shqiptarë, mos me qenë maqedonare e gabim. Në atë vend që jeton, edhe më konë edhe 500 nacionalitete, ne duhet me ongë kretë për një tanjuri duhet me ongë. Bashkëtesa duhet jetë ajo kyqja. Duhet me qenë, ai që është maj miri duhet me shku për para. Kjo është mënyra e vetme për të ecë ne përpara. Derisa ende i kemi këto pengesa, do ngecemi në labirint, nuk do hyjmë. Edhe në Koran shkruan edhe këtë libra, shkruan Zoti ka fort njerëzit krejt, njerëzit janë njësoj. Do i ka fort bord, do të zi, do si ama njerëzit krejt i ka fort më konë njëjtë. E për të të thonë, deri që ata fëmijët tonë kur kanë meritë, atëherë kemi qenë lumtur. Okej. Po, mu më intereson, Muharrem, krejt këtë që na e tha, në fakt 90% unë pajtohem, jam dakord. Me çfarë të mban ty, besoj nuk t'jep energji që po na e thot tani, po të jep kurajo përkundrazi. Meqense të kanë ndihmuar në fazat më të errta ndoshta që ti ke pas dhe në rrugtimin tënd që ti ke pas, që mos të dorëzohesh. Çfarë është ajo parulla apo motoja që ta ka dhënë si mik Enveri, që mos dorëzohesh? Nga ky rrugtim. Këto fjalë që foli deri tash me vëmendje kam dëgju, besoj që nuk ka qenë kritik, po ka qenë në kritik pozitiv. Thotë që të pajtohemi gjithë, të investojmë rini dhe rinia të krenohemi me atë rini. Të gjithë i mendojnë, por shumë pak kanë guxim që publikisht i thonë të njëjtat. Kështu që unë të përgëzoj për guximin që e ke dhe që gjithmonë e thua atë që e mendon, që e mendojmë gjithë ne si shoqëri, por nuk është se kemi guximin të ulemi dhe ta themi publikisht para gjithë shqiptarëve dhe gjithë tjerëve. Çdo sukses që e kemi bë, ngarat vendore, ndërkombëtare, beso që e kemi edhe prezent në për çdo aktivitet. Aktivitetet e fundit që ishmi në Golden Cup në Tetov, ku morëm pjesë mbi 600 sportistë, 48 klube, ku klubi Forco Shpallë dhe klub kampion me 27 medale dhe ishtë prezent edhe Enveri. Kur venë ato fëmijët i përqafon dhe mu ma urona sukses, unë veç shoh kalendarin ku është aktivitet tjetër që të servite më shumë që kënë aktivitetin tjetër. Se ka në ku që ta vlerëson një legjend botërore, një kampion i matë, një mjeshtër i matë, ku çdo president i shteteve në rajon e ka shpallë si mjeshtër të matë. Kur ven ai ta uron dhe sportistat që janë të mitë, çdo sportist, më falë, jo vetëm ty, por gjithë sportistat i përqafon dhe bauron suksesin, se ta keshti një kampion, si Enveri Drizi, me një aktivitet. Po dhe për sportistat e rinë është motiv shumë i madhe. Unë kam emocione, kur e shoh se është ula atje dhe sportisti jem garon, unë jam të udhëheq sportistin, tham inshallah del kampion se po më shikon. Edhe më në fund, kur klubi Shpallët kampion, edhe afrohet nga sportistave, i përqafon. Përqafimi sportistave është sikur me më përqafo mu. Dhe ajo është motivi jem që kur kuptoj se do t'jetë prezent këtu, unë maksimum shkoj me gjithë fuqinë që e kam dhe jo pa dyshim që ka pas shumë gara në vend, ku ato ka qenë Golden Cup, Tetov Open, Olympic Open, Solidarity Open, tek gjithë turnire kemi dalë 2025 kemi dalë kampion. Mbi 20 medale, ato 80% kanë qenë gjithë finalist. Dhe ajo më banë kur ma vlerëson dhe di që e kam këtu, ne japim maksimum si unë, si printemi që ushtrojnë fëmijët ative në karate, si sportistat, edhe kemi një motiv madh dhe thash, mos i përsëris fjalët, fat që e kemi në kohën tonë. Po du pak t'ju zhvesh nga sporti. Takimet tuaja kur i keni, janë gjithmonë bisedat vetëm për sport, mu më intereson çfarë bëni kur takoheni dhe kur nuk e keni krye fjalë sportin. Si janë takimet tuaja për qef? Ne kishim edhe fotografi ku ju jeni takuar, sigurisht për qefin tuaj, takime miqësore, si që bëjmë gjithë ne me miqë tanë. Çfarë bëni ju kur takoheni? Do filloj unë. Kërkej falë. Takimi jeme kur takohem me këtë, do të them që 80% nuk flas, boll çka e shikoj, nuk do e besoj. Të mbush me energji, a? Më mbush me energji dhe kur një ditë me djalin tim Fadilin, kur takum, atë nuk e harroj asnjëherë. Dhe më emocion shumë. U takum në Qarshi dhe kemer Fadilin, e ulëm prejen, e përqafon, e puthun, e shikoj, mu vëshën sip në lot. Unë thamë ku mboj fotografinë e këti, djeljem në prejen këti. Thamë, o birim. Unë kom flet me fotografinë e këti. Fotografia e këti më ka mojtë mu gjallë sport. Kurse ti jem prejen e këti.
vlerësoj dhe respektoj këtë, kam kupton. Se përdush edhe fëmijët i kam kampione, gjithë sportistët i kam shumë të mirë dhe kur vjen palestër te ne, një ardhje në palestrën tonë, veç prezenca këty, ne i mbushim bateriat për një vit çka stërvitë. Ju mban ajo energji për një vit plot, Okej. Faleminderit. Nëse arë që të takojmë më je në super form edhe krahas viteve që ke, cili është sekreti yt? Vazhdon të jesh aktiv të stërvitesh apo tashmë je në atë zonën e rehatisë tënde ku i bën gjërat për çefin tënd? Shëtitjet e kështu me radhë. 13 vjet i kom, 13. Qëre, ajo geni është asi, edhe dush me rujt vetën, normal dush me këshyr vetën se mundish me vetë këtë ekspertat e botës, këtë terminet e botës mundish me ndru. Që unë se kun pas marrë të ju këto. Po kërëm thiri këto, unë këto me të vërtet e du shpirtnisht. Edhe pse vetë ti në program se ai Nastradini kur e ka thirë komën si ka thirë, ata që se kanë thirë komën. Kanë thonë ai që e ka thirë komën e të vjen. Ju keni qenë sportiste e dallume, edhe e dini me na vlerësu edhe me shpirt këtë sport. Se ka shumë që më bojnë intervista mu, da di sa për ditë më dini ka dhe televizora në Kosovë, për nuk shkoj. Nuk shkoj atje, edhe ka shumë njerëzit që kanë qef me qenë atje, po që vëdu me thonë me këta? Stata maj mirë është kur duku ullësh me këta karatisë, ma si qësa shënë mi folë këti për karate është shumë keqë. Unë e di kur këmi ka zu këti diçka, veç dy fjali, thamë edhe amenë. Po prandaj thash cilat janë bisedat tuaja që i bëni jashtë sportit. Tjera biseda, kur një e s'foli për karate. Unë një teme, kur e këmë sos të rvitja në si unë sos që unë vesh mirë, gjithë më konë, kur një në trener ka s'kom dalë, gjithë më konë i veshun, edhe kur më konë në remizacion të Jugoslavijës, Kroacijës, në për këtë vendet tjera, unë kur njëra më ki po dhe një në trener këmu. Asë një herë, nuk e praktikon më të veshjen sportive? Jo, e du, ato ama këqere, shamë dhune edhe kërë më konë formën më të madhe në karierë teme, kërë më mordën në përgara, kërë minë ato lënët të mdoja, ke zhidhë veshje elegante? Me kravatë, me kravatë, masi kërë mordë, ata kanë këtu, njerë më konë me një kampionat, edhe do shqyqin kësi, do flamurë dhe sende dhe po më vesin mu, po në vjen që ditë të jeti, të rejnë, më konë normal majrisa, që nuk po lafdona, më konë si top model atje. Të shqo të shënë e lujtë tenis, për e marrë mi po këtë karatiste dhe di. Dhe së ashtë ata, ty folë me ata, po më vjen ralla, unë po shkoj po deshna, po veshna në kimono, këmë po që gjithë më konë i pastër, edhe kimono me qenë pastër, edhe kretë, si, edhe thojtë, edhe flokët, edhe kretë kukumi, më konë tona këtanë. E kom sos lojë nëne shamë, e kom lojat noja në këndi, si e kom sos lojë në mos kom pas, më kërkon asmeri. Kreti kom për qapat në këndi, më shkujem lojë, opet kravat, jëmë vesh, jëmë mullë. Po, a shpirtin sportiv dhe garu se ke lënë konkuru, se ke lënë aty ku duhet. Në pjesën tjetër ke qenë miqësor, njerëzor, dhe kjo shumë e rëndësishme. Shumë e dalë edhe edhe kje ka dhe njerë, kur hullëm ne, hullën do karatista që asë kanë marrë vendin e parë, asi ata janisi me folë për karate, në këndi kim qyrë mu, këshirë mu i vjen pak mërzip se s'po folë one. One veç kesha dhe këndë, këtë njerë ma boni ta, a jeti normal të këta që po folin para te, thamë, këshire. Unë mësu se njeri mësohet, Vike Ibrahim Rugova në Zagreb edhe ka flet 2-3 herë të une, edhe këmë qenë shumë i ofër me ato, se më ka doshtë dhe më ka donë medalën në deri i Kosovës. I vetëmi ku marrë medalën e arë 5 lirë që është ajo. Edhe sigurisht që këshirë marrë dhe sportistë atjerë, po shkoj. I thësha, president, ka ta njerëzit po bërtasin këtë anë të këndet, ti s'po folë kur gjo. Pa ta kam folë për mu. Edhe do mëse me folë, me të folin ata. Pra e ke marrë këtë këshill nga... Po dush me marrë dhe në këshill për dikona. Po. Unë kam pregadit një lojë që nuk kërkon shumë kohë, sepse jemi drejt fundit, por nëpërmjet të kësaj loje do ta kuptojmë se sa e njihni ju njëri tjetrin. Është një mini sfidë vogël, ju do të na përgjigjeni dhe ne pastaj në fakt do më duhet një stilolaps që t'i shkruaj se cili do jetë fituesi, po do i mbaj mend. Domethënë të dy do përgjigjeni në të njëjtën pyetje për njëri tjetrin. Pra Enveri do përgjigjet për Muharemin, Muharemi për Enverin. Në cilin vit fitoi medaljen e parë të artë Muharemi? Muharemi, 92-3 që ati. Është e sakt? Sakt. E sakt, Muharem? Pyetja e njëjtë, në cilin vit e fitoi medaljen e artë Enveri Idrizi? Ka shumë, kampion Evropë, kampion e bote, ato këtë datat në grupë janë. Parë, kampioni parë, kur është parë? 90. Për ty po të vezë, kam të bërë. 90? Sa? Nuk e mbajmë men këtë. Mirë.
Pyetja e dytë është cila është teknika e karates që e përdor më shpesh Enveri? Muharrem. Ushqiro ura ma vash. Okej, është e saktë. E Muharremi? Muharremi ka punu uro ma vashi edhe nisë e ka ditë edhe ushqiro ma vashi me punu. E saktë? Saktë. Okej. Cili është momenti sportiv që e bën më shumë ti krenar? Për shembull, Muharremin çfarë e bën më shumë ti krenar në karrierën e tij? Ma shumë? Më shumë ti krenar. Po shiqov, qash nuk po di që me tona e kalzoj për para, krejti kalzoj që është. Po nga jo që e tha? Po, mas pari, krenari bon se njeri duhet me qenë njeri. I shala kur des nestra, i shala se më morë kur kush mend si kampion, më bon mend si njerin. Se normal, se gjithë kush edhe për nga Amerika pas kundërshtarët e vetë, po nestra kur des, edhe normal që s'këna me jetë kur kush gjallë. Pa, duhet i është para se gjithashtë njeri, dhe vetëm të me mbash thonë mend që si kon tillë. njeri mirë. Nëse ma bojnë që ato, kur njerë më të ma përmendin mu emnin që më kona sportistës kur gjë. Që është mësia edhe kur tunë që më nëjt që ato i kena. Muharrem, besoj përgjigja e njëjtë është. Tjesia këti Të mbetesh njeri krahas njeri gjithë mirë, suksesit. tjesia këti dhe i ambël me të gjithë. Kush nga ju të dy është më i përpikt në orar? Muharremi apo Enveri? Dytë njëjtë e na. Njëjtë? Po, Po pak më i përpikt ai që as në Jo, takime s'kena di pse, miqësore nuk me të vonohet? vërtetë, pikure një, kur një minutë s'ka vanu, aso në zvanu. A është kjo disiplinë që mësohet nga sporti? Pak e Karateja kanë e ka ato, kështu. pak e kanë, jo, pak e kanë. Unë kërë marë në stërvitje, marë 20 minuta ma eret, do njerë gjustore. Dhe tani sportistët e rinj nuk e praktikojnë, nuk e kanë këtë. Veç me ta, jo sportistat të ri, edhe vjetët e kanë, edhe generatët tona, për 30 sekunda e mdesh, edhe kom minë callë, kom vazhdu, veç e kom bo gjithë stërvitje, kur kanë arë të sportistat, a e din e kom pa ato, dhe se ndesh, stërvitja ka shku. Okej, e qartë. Ku jeni njohur për herë të parë në qarshi e përmendi Muharremi, kjo ka qenë takimi i parë. Cila është batuta ose shprehja që ai e përdor më shpesh? Për shembull një batut që të bën me qesh që e përdor Muharremi ose ndonjë shprehje interesante. Veç kur ta shoh si karikatur, kjo është me këtë. Si paraqitje. Si paraqitje, ha? Muharrem ka ndonjë shprehje interesante ose ndonjë batut që ta kujton Enveri ka Enverit? shumë batuta, kështu që çdo batut e këtij na shkëndijë. Ndonjë interesante që ta ndash me ne? Nuk di ta dallen në një, nuk di. Ka shumë. Okej. Nëse do përshkruaje mikun tënd me një fjalë, cila do ishte? Muharrem Enverin. Vetëm me një fjalë. Kampion, legjend. Legjend. Okej. Muharremin? Njeri, është njeri në pikën e parë. Okej. Është djali mirë. Nëse do të ndesheshit në një duel miqësor sot, kush do ta fitonte? Ky ja pranoj. Kjo është stërvitje ma shumë, unë e pranoj. Ky është më aktiv, a? Po, më aktiv, po. Muharrem, pajtohesh me këtë? Nuk pajtohem, kam respekt veçantë dhe jam shumë i lumtur që ma farë këti. A do kishe dalë ndonjëherë? Asnjëherë, Përballë Enverit? unë jam nxënës i këtij. Okej. Jo, po këshore, po vjen njëri një profesor për mëson një nxënës, edhe e mëson shumë mirë e mëson. Edhe bam, edhe shtaj që janis ai nxënësi, të ta dëmë me mu ma se, edhe janis pap, edhe rëtën profesorin. Edhe qëtë profesorët të ta pshetët që ku mësu shumë. Po normal, nëse nuk mëson ti ma shumë se une, atër unë që jam profesorin mirë, po të ta përvojmë edhe njerë. Të të pomëre, ajo edhe në gjalliri, asi. Okej. Edhe anë i so pop, edhe sa shki, veç e këshirë njerë, ja bon një dy finta, dhe hop, a atët profesorët klosë mi ki gazuta, ti këmë rujtë për veti. Okej. Edhe e fundit është cili nga ju dy është më filozof dhe flet më shumë për jetën, jo për sportin? Unë e folim ma shumë për jetën, për sport s'folim kur. Muharrem, pajtohen? Filozof në aspekt pozitiv. Qasë, po. Filozofisht pajtohem. Okej, bukur shumë. E mbaruam edhe këtë lojë, unë me qenë se e kemi Enverin këtu, dua ta pyes për krejt lajmet që qarkulluan periudhën e fundit. Kishin disa akuza, në kryetitujt ishin Enver Idrizi probleme me gratë e zemrës. Sa të kanë ndiku këto lajme që kanë qarkullu, që nuk kanë qenë të pakta, dhe që ne i kemi lexu. Të kanë ndiku në disponimin tënd, të kanë bët ndjesh keq, të kanë shqetësu, sepse në intervistë që kishim bashkë ti ke tregu se sa të shenjtë ke raportin me vajzën tënde. Ndërkohë që ne lexonim disa lajme për të cilat mua më intereson, ka pas diçka të vërtetë në ato lajme Enver ose jo? Dhe si ti i ke përjetuar? Ata në Kosovë kanë tepruar me gazetari, edhe në bojë që do kësi, s'po di portala, se ndë që jaci. Kjore, ku ka tim ka edhe zjanë.
Po, ju duhet më konë lumëtur që në veri drizi i donë gratë si donë burat, e kupton. Sa që bëne sa më konë drizi, dëni shumë i mirë dhe thënë, i pas ka kreta, ma të koka e më sëpse. Ajo që nga bëri përshtypje ishte nga gjitha ato gratë shqiptare, pse duhet a zhitë një grua serbe. Ja, ajo u konë total rënë u konë. Do të nuk është e vërtet lajmi për një lidhje. Lidhe me ato, nuk ekziston ajo, kur nuk ekziston ajo. Veç ata e kanë qitë vetëm një aferë pa lidhe kanë qitë. Unë jam konë me kroate, ama me Sërbë, unë s'kom që kom me Sërbi, unë s'kom kur gjë me Sërbi. Pra ka qenë një lajmë jo i vërtet. Jo, kreti pa vërtet, u konë total rënë u konë. Edhe tona, akton tona kanë shkuj kanë marrë dhe komente e vajzës teme, unë e kom një vajzë shkitë. Kanë qenë vërteta ato themi qëndrime të cilat i kemi lexu online nga vajza juaj? Cili është raporti me vajzën që ke ember? Ata kanë keq përdor ato situatën. Unë kom një vojë shumë të mëshme, e një dhe Bastri Bajrami, u konë këna ndajtë, e një është një vojë, shemë është maj mira pianiste në Gjermani, është edukume me mu ka marrë frim këtë jetën. Edhe ju gëzoni një raport shumë të mirë, pa vepia, nuk janë të vërteta ato që kanë qarkullu. Qare, po vetje gazetare e dina këtanë. Në Amerikë... Ne thjesht deshëm që ta ndëgjojmë nga te, unë nuk ju kam besu lajmeve të cilat i kam lexu. Unë e s'du mu, që marë si tu, kur njerë edhe nuk e kom akuzdu kërkon edhe veç jëmë kesh se dë njerë edhe lajmet e mira japin popularitet mata, këtanë. Shamu në Amerikë të kishdorë ki lajmë shabo shumë i ma i popularizumë, këtanë. Kur është më pyte për gra operacionës s'kom pas... Çdo publicitet është publicitet i mirë, qartë, ama unë s'kom pas kur njerë afera. Edhe për një natë, shamu për me bo klikime ma shumë të ndekende, edhe e kom thirë në atë gazetarën privesh që konë, i kom thonë falimderi shumë për te, të jem kam më në reklam pasi, po ta shone me mujtë, ku me pas në fakt mi pas një 50 femnat Sërbijës, Sërbë mi pas, atër i shkonë shumë mirë se i shtu nacionalitete, ma thash, kjo është e pa vërtet. Je kam ep një etiket që së është e vërtet. Po dhe qëfar problemi është me pas një dashnjore ose asit Sërbi, qëfar problemi është? Unë jam mashkull edhin, po nuk është e vërtet, keni bo propaganda, falim deri... Besoj janë nisër nga ajo që gjithmonë e ke tregu atë faktit se sa krenar je nga Vjen dhe që je patriot në një farë mënyre, që ke dashurim për atë dhe unë e ke shumë të madhe, ndër besoj që nga kjo ka lind edhe pikpyetja më e madhe dhe që janë zgju polemika dhe që është komentu kjo pjesë. Folem pim fillimit. Armiku ma e madh i shqiptarit është shqiptari. A folem ne pim fillimit. Ta shti këtë më që bota, ata të abe edhe kipo di ka me folë diqka. Ka da se di me folë 45 vjetë jam rrugë. Dhe me këmdejt me 150 presidenta njerëzve, me 150 ndër tokë, mbi tokë, nërë, me telefonjeri këmdejt, po njerë mësot. Do që të me mësu hajde në tonë mësoni. Po të vjen keq që ta kam prejk pikën e dopë që ke vajzën? Jo, po që më në, ati ku të vjen keq. Ku je ati amo, kur që më ati, pëse më ullënu, s'kom që më ullënu, as që më ullënu, as pak që më ullënu. E ke folë me vajzën, pastaj që është laku edhe emri asaj, është përdore dhe identiteti i saj, si a kes qaru, sepse ti je person publik dhe nuk e ke problem këtë pjesë, po dikush që ka zgjedhë që mos t'jetë person publik dhe të qëndroj në prapavi, si ka reagua jo? Pa ekipot i ka ne këtë pi portalëve, se shamë, kur i qesin portalë, si e kena ato sende? Ke kërku ti që të largohen ato lajme, ose janë largu, sepse janë dëshmu që janë lajme të pa vërteta? Asaj vajzës, edhe qëtash edhe në të ndigjon, i kom të regu, nësë janë vërteta, bravo, shkru edhe matutja, nëse së janë vërteta, e ti përda me mu me bo biznis, ti u dosh marrë me më tonë, për më dunë 500 euro, 50.000 euro, ti kësha dhonë, përda me biznis me mu, ta di që ose me burë, ose me aseta telekomarë me të marrë ty. Që të për të ka zi drejt. Kështu ja ke thënë? Qështu i kom tonë trëqë atër komentar të shpia, komentar që me di që qika e komedit kuna je, ose je gruje dhe kuna, komentar për dorë ku me kapë dhe këna me dorë bashkë atër në përpëtallë. Okej, interesante. Korekte, po. Ne me që se je i yni, e kishim për obligim të të pyesim të t'i sqarojmë për publikun to. Jo, sqarimi ishte korekt. Nëse jam që po me ndonë qaj, vazhdo shkruj, nëse s'qam, këma me të marrë ty. Po vetë faktit që janë tërheq lajmet, këtu ka diçka që e tekti. As ka si kërcnim, se kom kërcnu kërkona, as se kom bo kur gjohë, veç i kom të rëgu shqip, si kur të ne që janë në të burave. Nëse është qashtu, vazhdo se është qashtu, në të me mikë pja soj. A nëse së qashtu, ko marrë të ti të marrë s'pja, a ki burin ati, a ki frajerin, a ki kone ki, ta di që thojnë të njerë i shallat pushka të botë top, ko me të marrë ty, ko me të marrë.
Okej. Marrëm edhe një pyetje të fundit. Gjatë i ndosëm. Ja, okej, të qëtësojme tani, të kthehemi në realitet. Marrëm mendon, sheh potencial të ndonjë nga sportistët aktual që mund të lindë, të themi, një Enver Idrizi i ri? Shpresa nuk duhet më pas njerë, tha dhe Enveri, kemi talenta shumë, sportista shumë, dhe tash është më lehtë me ardhur deri te suksesi. Sa kohën e rruga shumë e thjeshtë për ata që duan. Ka kushte më të mira sen, po vetëm me punë. Përpara ka qenë vullneti i madh ka qenë shumë. Tash kjo gjenerat që ka vjen me vërtet janë talenta shumë, po ju duhet një çik një vullnet pak më shumë zemër, edhe më shumë djers. Tash këto tash ka qenë poshtë që të tregon karierën e vetë, që a thotë bukë qaj edhe zemër ka pas. Tash këtë kushtet të i kapesh duhet këtë zemër, djerës, edhe besim dhe sukses nuk vjen sot për nesër. Duhet shumë është një rrugë gjatë, shumë punë që të veri deri të suksesi, nuk duhet më dorëzu. Unë e shofë, kam pas sportista që i kulmi karierës ka startu për në 5 vjeç, në 15-16 ka arrit deri në 300-400 medale, ndërkombëtare, kampionë ballkanika atje këtu, dhe ka gjonë shkak që ka ndërprej. Kemi pas shumë talenta, medale ballkanike që kanë pas evropiane, sot karriera e tij ka përfundu 17-18 vjet, kjo është për të mërzit shumë, po nuk duhet më dorëzu, se karateja fillon për 14 e lartë sukseset. Atëherë nisë edhe ndërtohet një sportist. Edhe sportistave me ju thamë, derisa ju nuk arrini deri senior të garojsh, edhe ti ndërprejnë të kadet juniorët, i ki 3-400 medale që ka ki korë sukses, haroj të gjithat. Suksesin duhet të vazhdojsh deri kulmin, deri sa ke mundësi të vazhdojsh. Ne shpresojmë të kemi sa më shumë sportistë suksesshëm dhe daljen jo vetëm nga klubi juaj, por nga gjitha klubet tjera. Ishte shumë kënaqësi, Enver, faleminderit për gatishmërinë që e tregon dhe që i thua po intervistave tona. Ne vlerësojmë shumë prezencën tënde. Uroj shumë që kjo miqësi që ju keni të jetojë derisa të jetoni ju. Të keni shëndet dhe të jeni dëshmitar të sukseseve të njëri tjetrit përjetësisht. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Edhe gjatë përmbas këtij edhe krede, ku më thonë gjatë, kush do me ma hap derën, unë jap krete, jap shpirtin, jap këta janë ma të meshëm, se njerë du më kom pak me dip. Kjo është i meshëm në thirë mu, unë nuk e hupi këti. Shemull, këtu sharë, ku më tha po vi unë, edhe je ati të është okej, pa tjetër, që edhe njerë për përsërisim. Për detë në tirin ka 10 program, po nuk shkoj atin. Nuk e dyshoj. S'kom qef me shku njerë, darë djerë që kur më konë të ju, s'kom nevoj me lodhë njerë të këtanë. Por emri ytë është i madhe, të tjerët merren me ty. Unë e qërë, unë e më robi zotit. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Edhe pak do të lidhem unë në këtë temë. Shumë sportista, shumë trener, ndoshta nuk kanë dëshirë të ftojnë një trener përparshëm atë 10 vjetre në kampion të madh. Më nëse jo, unë e them kundërta. Në prezenca ime, ku t'jem afër këtij ose me trenerët më të vjetër aty këtu, ti veç ka ngritesh me këtë. Shumë e vërtet. Prezenca ime me këtë veç ka ngritem me këtë, nuk ja u vlerat, veç se ja shton vetes. Veç ka shton se ti je afër një kampionit të madh. Po se ka pas fat që ka qenë afër Muhammed Alis, legjendës, afër Tyson atje këtu. I pam edhe fotografi. Veç ngrit me ato. Patjetër që po. Po shumica këtë nuk e kuptojnë. Jo, nuk e ftoj unë. Se jo, ti ftoj një kampion të madh se ti tregon edhe sportistave tu edhe fëmijët tu që unë shikoj me kanë ri këto. Rruga e këtij është ky. Ne kemi si model dhe tham, stërvitje, çdo fjalë tek këtij dhe emri i këtij përmendet që të arrit deri tek ky. Edhe nëse me punë arrin edhe ku ka qenë Enver. Jam dakord. Faleminderit shumë. Ne jemi krejt në fund, nuk kemi më hapësirë, shfrytëzuam 60 minuta që kishim. Faleminderit shumë. Qofshim me shëndet dhe uroj të takohemi prapë në biseda tjera. Përshëndes shkupin tem, Sarajin, Bastrin edhe krejt përshëndes. Faleminderit që keni. Faleminderit shumë juve.